Nga Kuksi, ku përmbylli fushatën elektorale, Lulzim Basha u kërkoi qytetarëve të votojnë programin ekonomik të demokratëve për t'i dhënë fund sipas tij papunësisë dhe varfërisë. Vota për Partinë Demokratike, tha Basha, është ndryshim ekonomik për banorët e qarkut të Kuksit dhe mbar Shqipërisë, pasi sipas tij do t'ulen taksat, do të rritet konsumi, do të mbështeten fermerët dhe familjet në ndihmë ekonomike. Objektivi i këtij plani është që jo më shqiptarët, kuksianët, hasianët, tropojanët t'ja mbathin nga shtëpitë e tyre për të shkuar në vendet huaja, por që këtu, në Kukës, në Has, në Tropoj, e në gjithë Shqipërinë, të krijojmë kushtet për ekonominë e fortë, për rritjen ekonomike, për vendet e punës që mungojnë. Dhe kësaj do t'ja dalim së bashku. Ndryshimi për cilën votoni me 25 qershor është ndryshimi ekonomik. Në Kukës, tha Basha, Rama do të dalë me 0 deputet. Vëllezër dhe motra socialist Kuksit, Hasit e Tropojës, a bëri një gjë të vetë me këto 4 vjet Edi Rama për ju? As një gjë të vetë me? Pra 0? Me 0 për cilën i me 25 qershor, as një deputet të Edi Ramës, të mashtrimit ti, mos dërgoni kuvent, ndëshkojeni për braktisjen e çdo premtimi. Niseni me 0 deputet për të, me 3 deputet për Republikën e Re. Kryetari i opozitës tha se kryeministri Edi Rama vjen para shqiptarëve me premtimet e 4 viteve më parë, të cilat nuk i mbajti kurrë. Ndëshkojeni për braktisjen e çdo premtimi. Ndëshkojeni për diskriminimin ndaj jush. Ndëshkojeni për pabesinë ndaj jush. Ndëshkojeni për zhgënjimin e madh në zemrat tuaja, edhe ju të majt e të majtat Kuksit. Basha kishte edhe një paralajmërim për Safet Gjicin, kandidati PS-s në qarkun e Kuksit, ku i tha që të mos tentojë të prekë votën e qytetarëve pasi e pret burgu.